Kemi ftuar një person që është adekuat për këtë çështje, për tematikën e përmbytjeve, një person multifunksional, një person që ka informacion të gjithëanshëm. Zonja dhe zotrinj, për ju sonte kemi ftuar blogerin e famshme Silikona Plastiku. Mirë mbrëma, mirë si u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. M'fal, produksioni, i këtë keni ftu? Unë nuk arri me kuptu se pse produksioni ju ka ftu juve për këtë temë, ju jeni ma tepër për botën e showbizit. Shiko, arsyet janë nga më të ndryshme. Mund kena 1001 arsye dhe ato janë nga më modestet. Por të kënë se unë jam një person shumë pozitiv, shumë e mirë, shumë e qeshun, njerëzit kanë nevojë për mua në këto ditë vështira. Dakor, më falë o kolegë. Do t'ishte më mirë si kur të ftoshim në një person që është ekspert për këtë fush, ne po flasim për përmytjet. Jam dakord, më pas se kam ftu, ne ka ftu produksioni, nuk ashtë fa jem. Shiko, prania ime në këtu në këtë studio është shumë e rëndësishme, sepse njerëzit sot dojnë me një fjalë të mirë dhe pse jo ta dëgjojnë këtë fjalë të mirë nga unë. Nga unë blogerja e tyre e preferuar, më mirë Silikona, pse jo? Dhe uroj që këto ditë shqiptarët i kalojnë sa më mirë dhe shpresoj që unë të ndikoj pak në jetën e tyre. Sa më mirë thot ke më fal, a je ndjeniti se gjysa e Shqipënisë është e përmbytur, nuk mund të kesh shpatin në media ose në rrjetet sociale. Dhe pyetja për ty me që je në studio është se a mos ke pas edhe ti ndaj dëmtim nga këto përmbytje? Jo, shiko, sepse unë kam menu për këto ditë. Po, Unë jam gjithmonë 10 hapa para. Po. Unë kam investu shumë që t'jem sa më sigurt në jetën time dhe gjithmonë kam investuar në katet e larta të apartamenteve, në katet 20, 21 dhe normalisht si që dini dhe ju dhe unë dhe gjithë, katet e larta nuk përmbyten. Ba mu përmbyt kati 20, në tjerë të krajnë punë këtë? Ja, edhe kati 21 nuk përmytet. Më falë, kam i pyetje. Qarë mendimit ke për ne që nga ka hi uji deri në fyt? Po, akoma nuk e kuptove arsyeën se unë jam këtu? Unë jam këtu që t'ju këshilloj ju sa më mirë, t'ju jap ju nga idejtë e mia, duke qenë se unë jam e pasur me informacion dhe jam tepër e kulturuar. Na kanë ardhur fjalë, thashë thementët, është din fjalë, na kanë ardhur fjalë se ju keni patur një rritje ekstreme ekonomike këto ditë. A mund të dim se çka ka ndodhur? Unë jam një person shumë i zgjuar, shumë i mençur dhe mendoj gjithmonë që pas çdo të keqe fshihet edhe një e mirë dhe unë jam munduar që ta shfrytëzoj këtë situatë për më të mirën time dhe jam munduar që në bazë të kësaj situate të kem edhe pak investim dhe rritje ekonomike. Si për shembull, po ja, si që të gjithë ne e dim, dhe e kemi parë në lajme, si përfaqet mëdhaja janë mbushur me ujë, dhe niveli i ujit ka shkuar, mos u gabofsha, diku rreth 100 metër. Sa? 100 metër. 100 centimetër, maj? Jo 100 metër, ajna në Shkodër, nuk jena në Atlantis? A centimetër, maj motër, a centimetër? Po, ja, po njësoj është taj mua vet, metër, centimetër. 100 metër, ajna të Titaniku 100 metër, maj? Nese, se nuk ka rëndësi kjo, e rëndësishme është se qa kam bërë unë. Shof. Dakor. Dhe duke qenë se kjo qenë ka 100 centimetër, si që po e thoni ju, unë kam shitur online skafe, varka, jate dhe kam negociuar që të shes 2 jate dhe tani jam duke shitur të tretin. Po kush blen jahte për përmytje, më qa morën jahtin me shku me ble buka, qa? Po Durrësi është një vend me shumë nivel. Nuk është si... Me nivel uj, nivel kështu, jo, përmytën? Jo, nivel ekonomik të lartë, nuk është si këto vendet e lodhura këtu që kam menduar edhe për ato. Dakor, ti po thuj që kishit në Durrës, se kishit në të vendet e pasënat që janë përmyt, po në të zonat e shkrejta, qa kishit në të zonat fshatat të vendet periferike? Në këto zonat që të lodhura, këto vobektat, kam shitur gjërat vogla, jam munduar t'i ndihmoj, me zorra, me qizme, me mushama, kova, kështu gjëra. Orna, sigur njej. Unë kam zorren, kam mushaman, qëre, kam edhe qizmet, shef, a fri kam blete faqe jote? Pa tjetër që pa. Zorra më ka dole mirë. Me të thithën, ma ka hek ujin fjo. Edhe nga këto gjana ke ba lek ti po thu?
Pa tjetër që kam bërë shumë lek, kam pasur fitime shumë të mëdhaja dhe duke qenë se ja kam pa hiring kësaj pune, shpresoj që situata përmbytjeve të zgjasë edhe 2 javë të tjera dhe shifrat e mia do të jenë goxha të konsiderueshme. Konsiderueshme? Po. Më fal, po çfarë çun ti shifrat konsiderueshme? Shifrat që kanë shumë zero pas presjes. Më fal. Llogaria jeme ka shumë zero, po nuk ka presje hiç. Po nuk është faj blogerës se i kanë na llogarit bosh Moniku me zero, po çfarë faj ka kjo shumë mirë, ka pasi mundësi, e ka përfitua, kupton, me një ndritën, se i këto përfitojnë, a din? E di. Po dakord të ti si blogere. A ke menuar situatë me mbledh parë ti ose me mbledh nima me një muk të familje, me paku, me ushqime, me veshmbathje? Buk. Po, edhe buk dojnë, po? Pa tjetër që po si mund të ndodhte ndryshe nga një person me një zemër kaq të madhe dhe kaq të bardhë si unë. I kam ndihmuar dhe kam folur me shumë politikanë që janë miq të mi, me personat e duhur të cilët merren me bamirësi dhe të gjithë ata do t'i ndihmojnë. Bukur. A ke ndonjë mesazh për këto teleshikuesi që po na ndjekun live? Pa tjetër që po, mesazhet i kam gjithmonë. Ju lutem, të më bëni follow, like dhe share dhe gjithë shka do të shkojnë mbar në jetën tuaj. Ky ishte mesazhi? Po? Ishim pra me blogerin e famshme Silikona Plastiku,